Kuvendi i Bashkisë Islame të Kosovës ka mbajtur sot mbledhjen e saj të rregullt, të cilën e kryesoi kryetari i kuvendit Ainis Sinani. Në këtë mbledhje u diskutuan dhe u miratuan të gjitha pikat e rendit të ditës të parapara për këtë mbledhje. Po ashtu gjatë kësaj mbledhje u diskutua edhe për gjendjen e përgjithshme të jetës fetare në Kosovë dhe në veçanti për muajin e Ramazanit, në të cilën gjendemi tani. Seanca kuvendit të Bashkisë Islame të Kosovës vazhdoi me fjalën përshëndetëse të Muftiut Naim Tërnava, i cili luti të gjithë anëtarët të këndojnë nga një Fatiha për ish sekretarin e Bashkisë Islame të Kosovës, Jashar Jashari, i cili kaloi në ahiret së fundmi. Ju e dini se para pak ditësh ka ndru jetë edhe ish sekretari i Bashkisë Islame të Republikës Kosovës, Zotëria Jashar Jashari, shalu ta kënojmë nga një Fatiha për shpirtin e tij. Zoti e pasgradu me të mirat e tij me xhennet. Muftiu tjerash bëri thirrjes të punohet më shumë me të rinjt kosovar, të cilët çdo ditë e më shumë po largohen nga Kosova. Ramazani është një dëshmi pra që flet për një unitet të qelikosur të Bashkisë Islame mes vete, për një kontribut të madh, nga se dhe xhamit i kemi plot të përplot, si asnjëherë më parë. Në Kosovë shpërngulen 45.000 deri në 55.000 të rimra në vitit, e të reja e lëshojnë Kosovën dhe në këtë mënyrë Kosovës i ka noset rrezik monetarme. Unë ju kisha lutur edhe juve dhe përmes juve dhe të gjithë imamëve të gjitha institucioneve të Bashkisë Islame që në këtë drejtim të japim një kontribut më të madh të mos lejojmë të shpërngulen njerëzit nga Kosova. Raporti punës së kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës për vitin 2022, raporti financiar të çështjet e tjera, janë disa prej pikave të rendit të ditës që u diskutuan dhe u miratuan gjatë kësaj mbledhje.